le të vazhdojmë të shikojmë urdhrimet e Atit, se çdo gjë tjetër do të shtohet. Jo. Fare është lajmi i mirë i mbretërisë. Le të miqësojmë së bashku, më lejo të dishipullizoj, më lejo që të trajnoj, që të marrësh jetën e përjetshme. Jo. Pastaj, muaj mas muaj shikon janë në frymrat e fallit të karizmatikës. Si dhen ka Ati autoritet? Si dhen ka Ati autoritet në jetën e një personi kur ai po ecën duke shkelur ligjin e tij vazhdimisht? Mos është fryma e shenjtë? Mëkati që është shkelja e ligjit. Ligji që përmban festa, sabatin, urdhrimet e tij brenda që janë të shprehura që në Zanafilla deri tek Mateu. Kur një person nuk praktikon urdhrimet, festat e tij biblike që janë të përjetshme, si ky person pas ka këtë vaj, këtë autoritet në zyrën e tij? Për çfarë është vendosur ai person atje që të anulloj ligjin, siç kanë bërë sot teologjitë dhe vazhdojnë në denominacionet e njerëzit? Apo është vendosur që të mësojë shkrimin, tha Pali, që t'i kushtoj vëmendje shkrimit e para Timoteut 4:13. Shkrimi në këtë rast që flet në Luka 24 e para Pjetrit 1 i ke hapur azi, që flet ajo shkrimi ishte që nga Zanafilla deri tek Mateu. Që janë në Tora, janë 5 librat e para, janë fjalët e urta dhe librat e urtësisë, masandaj ke psalmet dhe profetët. Ky është ligji i tëri. Kur një person nuk po kushton vëmendje ati mësimit të ati ligji të shkrimit, për çfarë është vendosur atje? Është vendosur jo nga Ati, është vendosur që të jetë kundra ligjit, është vendosur nga ana miqësore,